Marë fare, sepse kjo ka dhe edhe rrezikun tjetër. Kush është rreziku tjetër? Një person mund ta ketë ditë këtë lloj informacione dhe ta përdor si shantazh ndaj teje. Sepse kjo është si shantazh mund ta ketë dikush tjetër që ka pasi çështje. Prandaj këtu është problemi. Aty duhet të jenë mesa, domethënë kemi parasysh se këto janë njerëz. Jam dakord me ju, një person që ka gjë të tillë, pagu e deklaron dhe thotë kam aty mirë. Edhe këtu kalova mirë, s'kalova. Këtu për parëndës është dosje e ka për shantazh, ja ku e ke, siç doli rasti fjalë. Unë konstatoj edhe një diçka tjetër. Si ka mundësi ka qetime gjata me kohë gjata. Këto çështje duhet të zgjidhësh, bëhet fjalë për një dënim në Janin. Ja ku është Janina. 2005. Jo, 2005 në shafër. Pra, organet e drejtësisë presin 3-4 vjet për një vendim. Si mund të jetojmë në çështje tjera? Absolutisht këtu është një dështim. Në Janin njerëzit shkojnë për me bë pazar, shkojnë për me marr birra e marrëgjës, kanë markete më të lira se këtu. Tash ti nuk shkoket gjeke një vendim, sepse ne duhet kishim marrë masat më përpara, të mos ta lëmë vim çështje deri këtu. Sepse diskutimi juridik kush është? Janë të vlefshme apo të pavlefshme vendimet e marrë? Ka dy praktika gjykatës së Strasburgut. E para merret si shumicë, që domethënë nuk është vetëm vetë, po ka dhe tjerë, po e dyta është nëse gjykata e krijuar me ligj, nuk është krijuar, pra sepse duhet kemi parasysh, çdo gjykatë në territorin e Republikës së Shqipërisë duhet të krijohet mbas ligjit. Dhe ka qenë ligji vettingut, ligji për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor, dhe unë kur konstatoj që një gjyqtar nuk i plotëson këto kritere, kërkoj përjashtimin siç ka ndodhur në rastin e zotit Berisha. Pra ka ezauruar drejtën e brendshme dhe ka drejt ta kërkojë dhe atje. Dhe konstatohet proces me cen. Prishet çështja dhe rikthehet për rigjykim. Por duhet kemi parasysh duhet jetë e kërkueshme në drejtën e brendshme. Sepse ka raste për shembull edhe në vetting kërkohen kërkesa në Strasburg. Kërkesa duhet kërkuar që këtu. Dhe që në hetimin para prag, ai zoti Berisha ka qenë konsistent. Unë nuk i vi fare asaj. Nga i gjeti jasovën grek dhe jasovën kinezët, mus më intereso. Është fakt apo jo? Berisha dhe kush do qoftë mund të ishte një person tjetër, do shfrytëzoj listën. Ai është diskutim tjetër, pastaj ja vlen ai diskutimi. Po, ja vlen, por fakti është fakt. Tash ti shifet te vetja. Neve kemi një ndeshje, pra këtu kemi një virus. Tani kush e ka fut këtë person aty, sepse kush ka bë lobim, si ka kalu kjo dosje, e ka ditë organet e vettingut këtë punë, e ka ditë Valbona Sanxhaktari që është e dënuar apo jo dhe çfarë lidhje kanë. Sepse këtu po na del ta thash edhe në fillim. Po kalon Ariu dhe po ngelet Miu. Dhe janë marrë me çështje tjera, jo takove një person rrugë apo jo, këtu po na del personi dënuar. Se kemi të dënuar, e kemi të deportuar, se është formulari që duhet të deklarohet. Këtu po diskutohet për një deputet, aq më tepër një gjyqtar që jep drejtësi dhe është me dosje shantazh. E ka aty. Në detaj flet djalli, po. Dje gjithë media shqiptare u mor me një ngjarje të rëndësishme kur Rama Duro u kthye Duro Rama. Para një muaji, 2 ditë para të bëj proteste madhe, del vendimi i prokurorisë që merr të pandehur Belinda Ballukun. Më tej 5 ditë përpara se të bëhet mbledhja, pra të bëhet protesta e madhe, del përsëri vendimi i prokurorisë që kërkon arrest. Sot, kur gjithë politika ishte orientuar drejt një suksesi, na del një vendim i prokurorisë, tani të qëndroj te vendimi i prokurorisë. Nesër është janar, mos harrojmë datën. Është edhe 20 janari, është edhe 24 janari, pra çuditërisht, kur do të hidhë në aksion Berisha, prokuroria fillon aksionin. Dhe me drejtë. Edhe e përgjithshme kësaj radhe, jo vetëm se prokuroria tani pritje se do bëj një analizë. Ireta Gjoka është bërë objekti prokurorisë së përgjithshme në 2024. Dhe çfarë ka ndodhur? 2024, prokuroria e përgjithshme ishte drejtuar Ministrisë Drejtësisë dhe autoritetit përkatës në Greqi dhe ka kërkuar, ka procedim penal për këtë zonjë? Përgjigjja ka qenë jo, nuk ka. Jo, nuk ka. Dhe në media dole dhe dokumentat të cilët vërtetonin që Ministria e Drejtësisë i përgjigje prokurorisë, ta bëj analizën dhe pastaj do shohim. I drejtohet prokurorisë përgjithshme Shqipërisë dhe i thotë që nuk ka procedim. Mbas kësaj ngjarje kemi Belerin
Dhe kemi Berishën, i cili më datëm 5 maj 1900, më falë, 2001,